që prej primejt, rrjetet sociale janë ndezur nga një debat i madh që lidhet me Big Brother VIP Kosova. Nëse ke ftyrë, qëndron aty brenda dhe e diskuton si e rritur që je. Alba është vendosur në qendër të gjithë ciklonit, pasi po akuzohet se ka bullizuar Elionën, banoren 18 vjeçare, bashkë me Dhe jo mua të më nxirrni bullizuese, dhe jo mua të më nxirrni sikur unë kam keq trajtuar një femër tjetër. Por ajo që e bën situatën edhe më të nxehtë është reagimi i vet Albës. Sistemi keni shkatru, edhe keni keq interpretu, edhe keni prej gabimisht gjithë e curin e gjithë gjojën se si ka ndodhur. Ajo thotë se asgjë nga këto nuk është e vërtetë dhe se skenat janë manipuluar nga produksioni dhe madje edhe nga Alaudin Hamiti për të krijuar dramë gjatë primejt. Sipas Albës, problemi ka nisur kur Eliona ka zgjedhur të sillet me injorim dhe tani po luan rolin e viktimës. Në mes të këtij debati shpërthen edhe Olta, e cila e kundërshton fort Albën dhe thotë se publiku e di shumë mirë kush është i sinqert dhe kush po bën. Po ti e di Alba se sa në gjendje të keqe psikologjike e ke çuar atë vajzë? Por Alba nuk ndalet me kaq. Ajo thotë se produksioni që shfaqet sikur lufton bullizimin, në realitet po i bullizon pikërisht atë dhe Benitën duke i kthyer të gjithë kundër tyre. Dhe momenti më i komentuar vjen kur Alba futet në tualet, nis të shaj produksionin dhe pastaj nuk shihet më duke dalë. Sistemi fliqt. Mirë, vazhdojmë. Sistem.